Klubi Rotarian Inner Wheel Korça vijon të kontribuojë në mbështetjen e shtresave në nevojë, duke ndërmarrë nisma solidare në prag të festave të fundvitit. Në këtë kuadër, anëtarët e klubit dhuruan pako ushqimore për familjet e fëmijëve që frekuentojnë shkollën speciale në Korçë, si dhe një pajisje plastifikimi e domosdoshme për përmirësimin e bazës materiale të institucionit. Jemi munduar që të krijojmë disa dhurata, çanta me ushqime, me një vlerë të caktuar për çdo familje dhe patjetër që kemi mbështetur shkollën sepse shkolla kishte nevojë për një aparat plastifikimi dhe do të dhurojmë dhe një aparat plastifikimi për shkollën. Jam shumë mirënjohëse ndaj kësaj organizate dhe këtyre zonjave të nderuara të qytetit tonë, na janë ndodhur pranë në çdo kërkesë tonën, na kanë ndihmuar pafund, jo vetëm me ushqime për familjet e fëmijëve të shkollës tonë, por dhe me mjetet që ne na nevojiten për të punuar me fëmijët dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për shkollën. Këto aktivitete janë pjesë e misionit të vazhdueshëm të Inner Wheel për të qenë pranë komunitetit dhe për të ofruar ndihmë konkrete aty ku nevoja është më e madhe.